Pse Sali Berisha duhet të tërhiqet, pesha e moshës dhe një trashëgimi e dëmtuar. Shqipëria, një vend i vogël ballkanik që shpesh lufton për të gjetur vendin e saj në Europën moderne, është në një kryqëzim. Partia opozitare, Partia Demokratike, PD, dikur simbol i shpresës dhe rezistencës kundër komunizmit, tani qëndron në kaos. Në qendër të këtij kaosi është Sali Berisha, ish president dhe ish kryeministër i Shqipërisë, një njeri që karriera e tij politike zgjat për dekada, por i cili ka tejkaluar rëndësinë e tij në peizazhin politik të sotëm. Për hir të Partisë Demokratike, për të rinjtë e Shqipërisë dhe për besueshmërinë e politikës së vendit, Berisha duhet të tërhiqet. Mosha e avancuar dhe një trashëgimi e njollosur nga korrupsioni janë pengesa të pakapërcyeshme për udhëheqje të qëndrueshme. Pesha e moshës. Sali Berisha është 81 vjeç. Mosha në politik nuk është vetëm një numër, është një masë e gjallërisë, aftësisë për të përshtatur dhe të kapërcyer lidhjet me gjeneratën e re të votuesve. Mosha e Berishës nuk është thjesht një fakt kronologjik, ajo është një simbol i një epoke që ka përfunduar. Shqipëria ka ndryshuar. Elektorati i saj, veçanërisht të rinj, nuk lidhet më me njeriun që ka dominuar politikën e vendit për pjesën më të madhe të 3 dekadave. Ndërprerja me të rinjt, votuesit e rinj kërkojnë energji, inovacion dhe një vizion për të ardhmen. Berisha, me dekada zakonesh dhe ideologjish të ngulitura, përfaqëson nostalgjinë për një kohë që shumë votues e kujtojnë pak ose aktivisht duan ta lënë pas. Partia Demokratike në udhëheqjen e tij rrezikon të shihet jo si parti e progresit, por si një relik i së shkuarës, ngurtësia dhe stagnimi. Udhëheqja që ka zgjatur për dekada shpesh bëhet rezistente ndaj ndryshimeve. Politikat ngecin, reformat vonohen dhe partia politike bëhet e izoluar. Vazhdimi i ndikimit të Berishës mbi PD pengon shfaqjen e ideve dhe liderëve të rinj, duke mbajtur Shqipërinë të ngjitur në cikle politike të përsëritura, jo në qeverisje substanciale, lodhja simbolike. Optika e një lideri 80 vjeçar në krye nuk është vetëm çështje energjie, është çështje shprese. Kur figura e partisë nuk mund të projektojë një vizion për gjeneratën e ardhshme, vetë partia duket e paaftë për rinovim. Shqipëria, duke u përballur me sfida sociale, ekonomike dhe gjeopolitike, nuk mund të përballojë lider të ngulur në të shkuarën. Në përmbledhje, mosha nuk është thjesht një kufizim personal, është një pengesë politike. Partia Demokratike nuk mund të tërheqë votues të rinj duke qenë sinonim i një lideri të cilin epoka e tij ka kaluar prej kohësh. Një trashëgimi e dëmtuar. Megjithatë, mosha vetëm nuk është e mjaftueshme për të justifikuar tërheqjen totale nga politika. Çfarë e bën vazhdimin e Berishës vërtet të dëmshëm është gjendja e njollosur e trashëgimisë së tij. Njeriu që dikur simbolizonte aspiratat demokratike të Shqipërisë tani mbart peshën e kontestimeve, akuzave për korrupsion dhe censurës ndërkombëtare. Akuza për korrupsion. Karriera politike e Berishës është shoqëruar me akuza për korrupsion, nepotizëm dhe keqpërdorim pushteti. Familja dhe pasuria. Familja e Berishës, veçanërisht dhëndri i tij, është implikuar në blerje prone të dyshimta dhe përfitime nga politikat e vendosura gjatë mandatit të Berishës. Hetimet kanë ngritur shqetësime mbi manipulimin e kuadrit ligjor për përfitime personale në dëm të publikut, sanksione ndërkombëtare. Disa aktorë ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, e kanë vënë Berishën si person politikisht të ekspozuar me lidhje korrupsioni. Këto nuk janë spekulime, janë vendime diplomatike formale që sinjalizojnë shqetësime serioze për shkelje etike dhe ligjore, hetime vendase. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, kanë ndjekur çështje që përfshin Berishën, veçanërisht rreth pronave dhe skemave të privatizimeve. Këto hetime ngren probleme sistematike gjatë drejtimit të tij, duke minuar legjitimitetin e autoritetit moral të tij në politikë, kosto politike. Trashëgimia e korrupsionit është më shumë se një njollë personale, është pengesë strategjike për Partinë Demokratike. Humbja e besimit publik, votuesit janë gjithnjë më skeptik ndaj politikës. Liderët e lidhur me korrupsion, sidomos ata që ende kanë ndikim ose kontroll mbi vendime partijake, nuk mund të rikthejnë besimin. Prania e Berishës sinjalizon se PD nuk ka thyer me të vërtet lidhjet me të shkuarën problematike, pengesë për rinovim. Një figurë politike kaq e lidhur me skandale pengon shfaqjen e gjeneratës së re të liderëve. Politikanët potencial dhe reformatorët dinamik dekurajohen të shfaqen, duke e ditur që hieshja e Berishës dominon çdo vendim partijak, reputacion ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë monitorojnë nga afër korrupsionin dhe qeverisjen.
Prania e Berishës e komplikon marrëdhënien diplomatike dhe zvogëlon kredibilitetin e Shqipërisë në çështje integriteti demokratik. Miti i liderit të paprekshëm. Berisha ka kultivuar një imazh të vetin si një politikan që i mbijetoi çdo sfide, një mit që e paraqet atë si të pasvendësueshëm. Por mitet nuk mbajnë partitë politike, ato i dëmtojnë ato. Dështimet elektorale të PD në 2025, ku ndikimi i Berishës mbeti dominues, reflektojnë realitetin. Kjo figurë e paprekshme është bërë pengesë për perspektivat e partisë. Pjesa më e re e elektoratit nuk ndjehet e përfaqësuar, morali i brendshëm është i ulët dhe publiku e sheh PD jo si një mjet për ndryshim, por si një vazhdimsi të status quo-s. Pse tërheqja është e nevojshme? Argumentet për tërheqjen e Berishës janë të ashpra dhe të pakundërshtueshme. Rinovimi kërkon tërheqje, të rinj dhe figurat politike që po lindin nuk do të mbështesin një lider të cilit i perceptohet të mos ketë energji dhe besueshmëri. Për PD që të mbetet relevante, duhet të kultivojë lider dhe ide të reja. Besueshmëria publike, vazhdimi në një rol qendror dëmton jo vetëm PD, por edhe perceptimin e politikës shqiptare. Votuesit kërkojnë integritet dhe vizion, jo nostalgji dhe kontestime. Ruajtja e trashëgimisë, tërheqja strategjike mund t'i lejojë Berishës të paraqesë largimin si një akt dinjitos mentoringu, jo si një dalje e pashmangshme e imponuar nga dështimi elektoral dhe pakënaqësia publike. Strategjia politike, duke u tërhequr, Berisha mund të udhëheqë partinë drejt unitetit dhe jo ndarjes. Mbajtja në pushtet rrezikon fragmentimin e PD-s, dobësimin e opozitës dhe humbjen e terrenit ndaj Partisë Socialiste. Dimensioni personal. Vazhdimi i udhëheqjes nga Berisha është gjithashtu i dëmshëm personalisht. Qëndrueshmëria politike zvogëlohet me moshën. Presioni i medias moderne, angazhimit social dhe ritmit të shpejtë të politikës zgjedhore kërkon fleksibilitet që është i vështirë për të ruajtur pas një moshe të caktuar. Për më tepër, dominimi në një parti që gjithnjë më shumë po pyet për relevancën e tij dëmton kredibilitetin personal dhe rrezikon që gjithë karriera e tij të shihet jo për arritjet, por për dështimet e viteve të fundit. Mësime për Shqipërinë. Rasti i Berishës është udhëzues për kulturën politike të gjerë në Shqipëri. Ndryshimi generacional është i pashmangshëm, asnjë parti nuk mund të mbështetet pafundësisht tek i njëjti lider. Qëndrueshmëria institucionale duhet të tejkalojë karizmat individuale, përgjegjësia etike ka rëndësi. Liderët e lidhur me korrupsion krijojnë probleme strukturore afatgjata, jo vetëm pengesa të përkohshme politike. Angazhimi publik kërkon rinovim. Pa përpjekje konkrete për të përfshirë dhe fuqizuar të rinj, partitë rrezikojnë irelevancën. Mosha dhe trashëgimia e dëmtuar e Berishës janë shembuj të qartë se politika personale mund të pengojë progresin kombëtar. Përfundim. Karriera e Sali Berishës është emblem e triumfeve dhe dështimeve të politikës shqiptare. Ai luajti një rol kyç në tranzicionin nga komunizmi dhe udhëhoqi Partinë Demokratike drejt fitoreve të shumta. Por, 81 vjeç, së bashku me trashëgiminë e tij të njollosur nga akuza për korrupsion, e bëjnë atë të papërshtatshëm për të udhëhequr partinë drejt së ardhmes. Për Partinë Demokratike, zgjidhja është e qartë. Berisha duhet të tërhiqet, duke i lejuar gjeneratës së re të liderëve të shfaqen, të rikthehet besimi publik dhe të sigurohet që partia dhe Shqipëria të ecë përtej cikleve të nostalgjisë, skandaleve dhe stagnimit. Alternativa është e zymë, dështime elektorale të vazhdueshme, opozitë e fragmentuar dhe përforcimi i perceptimit se Shqipëria është e kapur në hijen e figurave politike të një epoke të kaluar. Koha e miteve, legjendave dhe personaliteteve të paprekshme ka kaluar. Realiteti kërkon guxim, dhe guximi që Berisha duhet të tregojë tani është guximi për t'u larguar me dinjitet. Shqipëria dhe Partia Demokratike meritojnë më pak se kaq.